Përshëndetje të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 16, pas pak në lajmet do të ndiqni. Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka miratuar raport progresin për Shqipërinë me një shumicë votash vlerësot për parimin që ka bërë vendi ynë dhe thekson nevojën e vijimit të reformave. Sali Berisha cilësoi objektin në raportin e Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, ai deklaroi se eurodeputetët ngresin si problem funksionimin e shtetit ligjor dhe zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë dhe u plagos një tjetër, do të qëndrojë në burg. Në gjykat, Nikol Radançi u shfaq tronditur dhe nuk pranoi të flasë. Krejët më të lartë të shtetit zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve me rastin e 5 majit. Ata vuan kurorave lulen në monumentin Nëna Shqipëri, duke shprehur mirënjohjen për sakrificën e dëshmorëve. Ndryshimet klimatike kanë zgjatur sezonin e poleneve dhe kanë rritur përqendrimin e alergjenëve në ajër, sipas mjekëve alergolog. Kjo ka sjellë shtim të numrit të pacientëve të rinj dhe rritjen e agresivitetit të simptomave. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka miratuar raportin e progresit për Shqipërinë me një shumicë votash. Vlerësohet për parimi që ka bërë vendi ynë dhe thekson nevojën e vijimit të reformave. Me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenim, Komiteti i Punëve të Jashtme ka miratuar raportin për progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij përpara komitetit, raporteri për Shqipërinë Andreas Schieder vlerësoi se Shqipëria konsiderohet një nga 2 vendet pararoj në procesin e zgjerimit. Dua të falenderoj së pari të gjithë raporterët hije për negociatat shumë efikase, konstruktive dhe shumë të mira. Dhe së dyti dua të theksoj se Shqipëria konsiderohet gjithashtu nga komisionierja jon Marta Kosi një nga 2 vendet pararendse në procesin e zgjerimit. Këtë ne jemi përpjekur ta trajtojmë edhe në raport, përveç asaj që diskutohet në raportin e komisionit. Gjithashtu kemi dashur të vëmë theksin edhe në çështje të tjera që do të thotë se reforma duhet të arrijë edhe në jetën e përditshme të qytetarëve dhe veçanërisht kemi synuar të fokusohemi edhe në situatën sociale në Shqipëri. Hartuesi i raportit Schieder nuk e fsheu entuziazmin, ndërsa tha se hapi i radhës është miratimi zyrtar në Parlamentin Evropian. Kjo më bën vërtet krenar dhe dëshmon rëndësinë e punës sonë. Tani vijojmë përpara në seancën e radhës, raporti do të miratohet zyrtarisht. Raporti konfirmon ambicien e Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027 sipas planit të dakordsuar me Brukselin, por theksohet se afati do të varet drejt për drejt nga cilësia dhe zbatimi i reformave. Me nota pozitive, raporti flet për punën e SPA, ku vlerësohet vijimi i reformës në drejtësi, e cila konsiderohet një nga arritjet kryesore dhe element thelbësor për shtetin e së drejtës. Po ashtu theksohet angazhimi i vendit për të çuar përpara integrimin evropian, duke vënë në dukje konsensusin e gjerë politik dhe mbështetjen e fortë të qytetarëve në këtë proces. Një nga çështjet kyçe mbetet përmirësimi i sistemit zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR dhe Komisionit të Venecias. Gjithashtu vlerësohet angazhimi i Shqipërisë në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe roli i saj në ruajtjen e stabilitetit rajonal, duke konsideruar bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor si element thelbësor të procesit të zgjerimit. Votimi për Shqipërinë në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Evropian është konsideruar si tregues i mbështetjes që vendi ynë ka në vendet e Unionit. I këtij qëndrimi është Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha. Rezoluta për Shqipërinë e miratuar të martën nga Komiteti për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian për Ministrin e Jashtëm Ferit Hoxha është dëshmi e progresit të bërë nga vendi ynë në rrugën drejt antarësimit në Union. Nga Shkodra, kryediplomati pranoi se ka ende detyra për t'u përmbushur, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes palëve politike për procesin e integrimit. Kemi shumë gjëra për të bërë, kemi shumë gjëra për të përmirësuar, por në thelb ajo rezolut vërteton edhe një herë rrugën e drejtë në të cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ne duhet të përmirësojmë klimën e diskutimit, duhet të përmirësojmë
vazhdojmë mënyrën se si dialogojmë njëri me tjetrin. Duhet të ulim zhurmën dhe të rrisim përmbajtjen. Duhet të ulim konfrontimin dhe të rrisim dakordsinë. Sepse në BE antarësohet e gjithë Shqipëria, antarësohet e gjithë klasa politike, antarësohet i gjithë vendi. Edhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla deklaroi se dokumenti i miratuar pasqyron angazhimin e Tiranës zyrtare për të çuar përpara reformat e integrimit. Eurodeputetët vlerësojnë përkushtimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në BE dhe mbështesin ambicien ton për të mbyllur negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Mirënjohje raporterit për Shqipërinë, Andreas Schieder, për punën serioze, objektive dhe mbështetëse në pasqyrimin e arritjeve të Shqipërisë dhe të angazhimit konsistent të vendit ton për të çuar përpara reformat dhe procesin e integrimit evropian. Raporti paraqit një pasqyrë të plot mbi ecurinë e negociatave, reformat e ndërmarra dhe linjëzimin e politikës së jashtme të vendit ton me atë të Bashkimit Evropian. Sali Berisha e cilësoi objektiv raportin e Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përshëndetur miratimin nga Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, raportin për progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencë për mediat, Berisha thotë se raporti konstatonte probleme në funksionimin e shtetit ligjor dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kemi të bëjmë me një raport jashtëzakonisht objektiv, i cili ka bërë diagnozën e plot të problematikave me të cilat përballohet vendi. Hjeja e zezë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut është në çdo rrjesht të këtij raporti. Thekson nevojën për të garantuar zbatimin e legjislacionit. Konstaton se kuadri ligjor elektoral i Shqipërisë është gjërësisht i përshtatshëm, ndonse rithekson shqetësimet e lidhura me fushën jo të barabartë. Berisha kërkoi dorëheqjen e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, duke thënë se ka mashtruar për raportin e IBAR, ndërsa kushtet për integrimin e Shqipërisë janë shtuar. Komisioni i jashtëm u paraqit ministri për të mashtruar shqiptarët për IBAR-in. Sigurisht që nuk është votuar IBAR. Dhe nuk është votuar me qëllim se s'kan pranuar të votojnë IBAR-in. Ministri i jashtëm duhet t'jap dorëheqjen. Arrogant dhe i pacip. Krahas akuzave, Berisha tha se i vetmi bashkëpunimi i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste do të jetë për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Aleat ose parti opozitare kanë kërkuar që si lëshim nga Partia Demokratike listën proporcionale e plot kombëtare. Partia Demokratike e ka pranuar dhe e pranon plotësisht me një prag 4%. Teksa ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për emisionin Opinion në TV Klan vlerësoi bashkëpunimin institucional me qeverinë Berisha. Kryedemokrati theksoi se thirrja e tij është shpallja e ish presidentit dhe ish krerëve të tjerë të UÇK-s si të pafajshëm. Në mënyrë absolute nuk kam konstatuar qoftë dhe një provë të vetme të krimeve për të cilat ata burra janë akuzuar. Thirrja ime është ndaj gjykatës shpallja e pafajësisë tyre. Nga mbledhja e kryesisë, në të cilën u zhvillua diskutimi për organizimin e kuvendit kombëtar më 30 maj dhe miratimin e kandidaturës së tij për kreun e Partisë Demokratike më 23 maj, Berisha theksoi se në partinë më të madhe opozitare ka garë të lirë dhe të ndershme. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet mirë absolute parti e hapur ndaj garës më eprore. Partitë që zgjedhin kryetarët me një antar një vot nuk janë shumicë, por janë pakicë. Para antarëve të kryesisë, Berisha kërkoi mobilizim të plotë të strukturave dhe antarëve të Partisë Demokratike për protestën e 8 majit, të cilën e cilëson si një tjetër hap drejt rrëzimit të qeverisë Rama. Shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë dhe u plagos një tjetër, do të qëndrojë në burg. Në gjykat, Nikol Radaci u shfaq i tronditur dhe i heshtur. Me kokën ulur qëndroi në sallën e gjyqit Nikol Radaci, i cili shkaktoi aksidentin në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë dhe u plagos një tjetër. Ai u shfaq i tronditur para trupit gjykues, ndërsa nuk ka thënë asnjë fjalë gjatë seancës gjyqësore, duke kyçur gojën. Në përfundim të seancës, toga dhe zeza në Durrës e lanë 57 vjeçarin në masën arrest në burg, me akuzën e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt, si dhe largim nga vendi i ngjarjes. Pandehuri nuk foli fare, dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës.
Aksidenti tragjik ndodhi të dielën, ku 57 vjeçari teksa drejtonte makinën e tij dhe lëvizte me shpejtësi të lartë, përplasi 3 fëmijë, të cilët ishin duke luajtur. 2 prej tyre, një 9 vjeçar dhe një 12 vjeçar humbën jetën, ndërsa shoku i tyre ndodhet nën kujdesin e mjekëve në spital. Radaçi ka qenë në gjendje të dehur në momentin që drejtonte mjetin, ndërsa nga testi i alkoolit rezultoi fillimisht me masën 0.73 mg për litër dhe në testin e dytë në masën 0.70 mg për litër. Edhe më parë, 57 vjeçari është gjobitur dhe janë vendosur masa administrative ndaj tij për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe është penalizuar me heqje të patentës në 2 raste për tejkalim të shpejtësisë. Mazhoranca ka bërë të ditur se shumë shpejt ndryshimet ligjore në kodin rrugor dhe penal për ashpërsimin e masave për shkelësit e rregullave të qarkullimit do të depozitohen në kuvend. Për opozitën problem është mos zbatimi i ligjit. Pas aksidentit tragjik ku 2 të mitur humbën jetën në Durrës, mazhoranca ka paralajmëruar ndryshime në kodin rrugor dhe atë penal për ashpërsimin e masave për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Ne do t'i drejtojmë shumë shpejt Kuvendit Shqipërisë një paket ndryshimesh në kodin rrugor të Republikës Shqipërisë, por dhe në kodin penal. Si po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqe që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit. Autori i kësaj vepre penale gjithçka mund të përfaqësojë ai, por ai nuk meriton të jetë më mes nesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor sipas ligjit. Për demokratët problem mbetet zbatimi i ligjit, por dhe sigurimi i ambienteve të përshtatshme në komunitet, ku fëmijët të kalojnë kohën e lirë. Për mendimin tim, ne kemi ligjin, por ligji nuk zbatohet, është 5 deri 20 vjet. Pra është masë shumë e lartë dënimi, nuk e ka asë një vend tjetër i Bashkimit Evropian këtë masë dënimi që kemi ne. Ne thjesht nuk e zbatojmë ligjin. Ndërsa fakti që një individ kryen një vepër penale të caktuar, ose është i fortë i lagjës, ose që janë ka i mbështetës i Partisë Socialiste, ose i Partisë Demokratike, kjo s'ka të bëjë fare me ngjarjen. Duhet të ketë edhe sheshe për lëra për fëmijët, duhet të ketë edhe aktivitete tjera ndihmëse që nuk i kanë, ne e dimë që si ka. Këto ndryshime u artikuluan edhe në seancën parlamentare të së hënës. Krerët më të lartë të shtetit shqiptar zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve me rastin e 5 majit, vunë kurora me lule në monumentin Nëna Shqipëri. Krerët më të lartë të shtetit nderuan edhe këtë 5 maj dëshmorët e Adheut. Presidenti Bajram Bekaj, kryeministri Edi Rama dhe përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore vendosën kurora me lule pranë monumentit Nëna Shqipëri, në nder të sakrificës së dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e vendit, por edhe në emër të ruajtjes së kujtesës historike, si themeli i identitetit kombëtar dhe i ardhmes europiane të Shqipërisë. Pas homazheve, kryeministri Edi Rama ndau një moment nga ceremonia, të cilin e shoqëroi me fjalët përullësisht me respekt, ndërsa presidenti Bajram Bekaj përcolli në rrjetet sociale mesazhe për bashkimi, për të mirën e vendit dhe të ardhmes europiane. Idealizmi i tyre i pastër dhe dashuria vetmohuese duhet të na frymëzojnë të gjithëve ne për ta dashur më shumë Shqipërinë tonë, për të punuar për njerëzit dhe për vendin, të gatshëm dhe të guximshëm për sakrificat më të mëdha. Një Shqipëri që zhvillohet bën përpara në rrugën e bashkimit me familjen europiane. Ky është misioni ynë i përbashkët, në shembullin e martirëve kombëtar. Edhe këtë 5 maj, opozita nuk ju bashkua ceremonialit zyrtar duke i nderuar veçmas dëshmorët. Dita e dëshmorëve ka zanafillën prej 5 majit 1942, kur u vra Qemal Stafa. 5 maj konsiderohet ditë reflektimi dhe mirënjohje për të gjithë ata që me aktin e tyre më të lartë të sakrificës bën të mundur lirinë që gëzon sot Shqipëria. Edhe këtë vit nuk munguan as thithtarët e ish diktatorit Enver Hoxha. Në Tiranë u mbajt konferencë rajonale për klimën ku u theksua se vendet e Ballkanit duhet të bashkëpunojnë për të përballuar zjarret dhe përmbytjet. Në Tiranë po mbahet konferenca rajonale dyditore për klimën. Ekspert por edhe drejtues të lartë të Këshillit Rajonal për Klimën thanë se për të bërë ballë ndryshimeve të klimës duhet bashkëpunim në të gjithë rajonin. Sipas vendos kryeministres së Shqipërisë Albana Koçiu, kostot që vijnë nga ndryshimet e klimës janë të larta. Rajoni ynë, Ballkani Perëndimor, humbet çdo vit mesatarisht nga 1
deri në 1.5% të prodhimit të brendshëm bruto për shkak të fatkeqësive të lidhura me klimën. Klima menaxhohet nga investime reale, nga tubacione dhe diga që i shndrojnë kohës, nga sensorë dhe sisteme parandalimi, nga ekspertë të trajnuar, nga fermerë që dinë si të përshtaten dhe nga institucione që reagojnë në kohë. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit, Amer Kapetanović, tha se qeveritë e rajonit duhet të investojnë për të përshtatur me ndryshimet e klimës, sepse fenomenet ekstreme të motit janë duke u shtuar. Shifrat tregojnë se në Ballkanin Perëndimor temperaturat po rriten, zjarret në pyje po shtohen, po ashtu edhe thatësira, përmbytjet dhe valet nga nxehti po bëhen edhe më dëmtuese. Banka Botërore ka vlerësuar se Ballkani Perëndimor duhet të investojë 37 miliard dollar për përshtatjen ndaj klimës, dhe këto masa duhet të bëhen bashkë, sepse fenomenet ekstreme të motit nuk kanë kufinë. Konferenca synon forcimin e bashkëpunimit rajonal për përmirësimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm, si dhe për lidhjen më të mirë të dhënave klimatike me politikat dhe investimet. Sipas planit kombëtar të përshtatjes 2026-2036, kostot e ndërhyrjes për klimën në Shqipëri janë llogaritur në shifrën e 9.8 miliard dollarëve. Ndryshimet klimatike kanë zgjatur sezonin e poleneve dhe kanë rritur përqendrimin e alergenëve në ajër, sipas mjekut alergolog Mehmet Hoxha. Kjo ka sjellë shtim të numrit të pacientëve të rinj. Me ardhjen e stinës së pranverës, krahas lulëzimit të natyrës, është rikthyer edhe shqetësimi i përvitshëm për mijëra qytetarë që vuajnë nga alergjitë. Sipas mjekut alergolog Mehmet Hoxha, ky vit duket mos fidues se herët e tjera. Shumë agresive, ka filluar relativisht më herët, që në javën e 2 të 3 të marsit, dhe nuk përqendrohet vetëm në rrugët e sipërme të frymëmarrjes, por ka prekje të astmës bronkiale. Alergologu ngre shqetësimin se rastet po paraqiten me simptoma edhe më të rënda. Shkëllim në gjoks, ka dispne, pra marrje fryme, ka shtërëngim në gjoks dhe një kolë mbytëse. Në nivel që këta pacient me zor përballojnë ditën, aktivitetin ditor, por gjithashtu edhe natën me zor arrin të flejnë. Për të vendosur se kush është trajtimi më i mirë për pacientin, fillimisht, sipas mjekut Hoxha, duhet të ndahet se kush është shkaktari i alergjisë. Vetëm pasi të jemi të bindur që kush është shkaktari real, primar i alergjisë, atëherë mund të vendosim për të bërë imunoterapinë, që është terapi shpëtuese, jetë shpëtuese dhe që ndryshon dekursin fizpatologjik të sëmundjes. Mjeku alergolog këshillon se alergjitë nuk duhen neglizhuar si një shqetësim stinor. Pasi pa trajtimin e duhur, ato mund të kthehen në sëmundje kronike të rrugëve të frymëmarrjes. Një person i armatosur hapi zjarr pranë shtëpisë së bardhë pasi u përball me agentët e shërbimit sekret, gjëra shkaktoi një bllokim të përkohshëm dhe rriti shqetësimet për sigurinë në zonë. Rriten tensionet në gjirin persik pasi Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë goditur 6 mite të shpejta iraniane në ngushticën e Hormuzit. Irani goditi me dron portin e naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Shëbat dhe Irani nisën sulme të reja në gjirin persik duke tronditur një armëpushim të brisht. Breshëria e re e raketave dhe dronëve erdhi pasi presidenti Shëbaz Donald Trump nisi një përpjekje të re të quajtur projekti Liria për të kaluar në përngushtit, cisternat dhe anijet e tjera të bllokuara. Disa anije tregtare në gjirin persik raportuan shpërthime ose zjarre, ndërsa Shëbaz thanë se kishin shkatëruar 6 anije të vogla ushtarake iraniane. Ndërkohë, një port naftë në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili strehon një bazë të madhe ushtarake amerikane, u vu në flak nga raketat iraniane. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se ngjarjet e së hënës treguan se nuk kishte zgjidhje ushtarake për krizën. Ai tha se bisedimet e paqes po përparonin me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa paralajmëroi Shëbat dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos tërhiqeshin në një kënet nga dashamirësit. Admirali amerikan Brett Cooper tha se i këshilloi fuqimisht forcat iraniane të qëndronin larg aseteve ushtarake amerikane në mision. Ndërkohë, autoritetet iraniane publikuan një hartë asaj që ata e quajtën një zonë të zgjeruar detare, tani nën kontrollin e tyre dhe që shtrihet shumë për te ngushticës duke përfshirë pjesë të gjata të vijës bregdetare të Emirateve të Bashkuara Arabe. Këta të fundit thanë se sulmet iraniane shënuan një përshkallëzim serioz dhe rezervuan të drejtën për t'u përgjigjur.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, Lemesh, faleminderit që na ndoqët.